Rikthehemi në vend me informacione, shtyhet sërish vendimi për dosjen Partizani për të kaluar në gjykim për datën edhe më shumë detaje lidhemi me kolegun Armand Bajrami. Armand, kur do të jetë seanca paraprake? Denisa, vendimarrja e gjykatës posaçme nëse dosja Partizani, ku të pandehur janë ish kryeministri i vendit Sali Berisha, dhëndritja Marbër Maltezi, por edhe 6 persona të tjerë, do të shpallet pas procesit zgjedhor, pas zgjedhjeve të 11 majit. Gjykata e posaçme në seancën e ditës sotme e përfunduar vetëm pak minuta më parë, seancë ku në fakt pritej që gjyqtarja Floriera Davidi të tërhiqej në dhomën e Këshillimit për shpalljen e vendimit përfundimtar sa i takon shqyrtimit paraprak, sërish pati një shtyrje tjetër, një datë të re, seanca e radhës do të jetë në 19 maj. Kjo për shkak se në seancën e ditës sotme që në nisje të saj disa prej avokatëve mbrojtës të pandehurve në proces i kërkuan gjyqtares Davidi të shfuqizonte një vendimarrje të dhënë më herët po prej saj vetë, vendimarrjen në lidhje me rrëzimet e gjithë kërkesave të bëra nga avokatët mbrojtës sa i takon pavlefshmërisë apo papërdorshmërisë të disa akteve të paraqitura si prova nga SPAK në këtë çështje gjyqësore. Gjyqtarja Davidi refuzoi këtë kërkesë, mëtej avokatët referuar gjithmonë kjo sipas avokatit zotit Berisha, Genci Gjokutaj i kanë bërë me dije gjyqtares Davidi se së fundmi, ditët e fundit, avokatët e ish kryeministrit vendit kanë siguruar një vendimarrje të gjykatës penale të Janinës, të shtetit grek, të korrikut të vitit 2005, kur sipas tyre referuar kësaj vendimarrje gjyqësore të drejtësisë greke, gjyqtarja e posaçme Irena Gjoka ish kryetare në detyrë e kësaj gjykate dhe gjyqtarja e cila ka caktuar masën e sigurisë arrest në shtëpi për ish kryeministrin e vendit, masë në të cilën qëndroi për 11 muaj, ka një dënim fajësie nga drejtësia greke, është dënuar me 3 muaj burg dhe gjop për falsifikim të dokumenteve. Dhe në dritën e këtij fakti të ri, të prezantuar dhe të siguruar tashmë, tha zoti Gjokutaj, në rrugë të ligjshme këtë material, ata i kanë bërë me dije se gjyqtarja Gjoka pra dhe vendimarrjet prej saj humnin vlerën dhe tyre dhe me kallëzimet që ata do të bëjnë në vijim, pra do të i drejtohen prokurisë posaçme SPAK me kallëzime të posaçme sa i takon pretendimeve tyre për falsifikim të dokumenteve në Shqipëri nga gjyqtarja Gjoka, kjo referuar faktit se sipas pretendimit tyre bazuar në atë vendimarrje të prezantuar prej tyre, por që mbetet të vlerësohet në vazhdim nga autoritetet shqiptare për autenticitetin e saj dhe nëse është marrë në rrugën e kërkuar, për të vlerësuar më pas nëse cënohet apo jo vendimarrjet e zonjës Gjoka, gjyqtares së posaçme nga kjo vendimarrje. Por edhe përpos këtij fakti, sërish avokatët kanë ripërsëritur kërkesën e tyre për përjashtim nga trupa gjykuese të gjyqtares Davidi dhe për të shkak për t'i dhënë kohë një gjyqtare tjetër për shqyrtimin e kësaj kërkese, gjyqtarja ka ndërprerë seancën dhe shtyr atë për në datën 19 maj. Dakor, falenderoj shumë për raportimin me kolegun Armand Bajrami.